Dalja në një kafene është bërë luks, ndërsa çmimet e restoranteve po thyen rekorde. Me standardin ton të jetesës, mezi mund të përballojmë blerjen e qebaptore dhe jo në restorant, përgjigjen qytetarët para kamerës së Alsatit. Sipas tyre, çmimet janë rritur deri në 40% gjatë vitit të kaluar. Да. За нашиот стандард е многу големи се цените, покачени се. Како во рестораните, така? И во рестораните и по кафичите. Во однос на минатите години или овако качени. За 30-40% сигурно не знам. Не, па јас не знам, не сум приметила. А во кафичите скапали е Не. Приступачно, зависи кај што одам, јас е приступачно. Për ndryshe, statistika 2 ditë më parë matën rritjen e çmimeve në objektet gastronomike, sipas të dhënave të janarit, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ka rritje për 3.4%. Statistikat tregojnë një rritje prej 7.8% në çmimet e ushqimeve, 9.1% në pijet alkoolike, 5.3% në pijet jo alkoolike dhe një rënje prej 12.3% në akomodimet e hoteleve në bazë vjetore. Çmimet e gastronomisë në vitin 2025, krahasuar me vitin 2024, u rritën për 4.8%.